Një 31 vjeçar ka mbetur I plagosur rënd si pasojë një aksidenti rrugor të ndodhur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në aksin Lezhë-Shëngjin në afërsi të Lapidarit. Sipas informacioneve paraprake, njeriu shtetasi me inicialet KG, banues në Shëngjin, duke drejtuar një automjet tip Audi, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur fillimisht me një mur rrethues, e pas me dy automjete të parkuara pranë rrugës. Si pasojë e përplasjes së fortë, 31 vjeçari ka pësuar fraktura të shumta, pasi mori ndihmën e parë në urgjencën e spitalit rajonal të Lezhës. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Në vendngjarje mbërritën menjëherë shërbimet e policisë, të cilat kryen veprimet hetimore dhe nisën hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Dyshimet paraprake janë se aksidenti mund të ketë ndodhur si pasojë e shpejtësisë së lartë, e cila ka bërë që drejtuesi I mjetit të humbas kontrollin.